Një akt i rënd dhe i pazakont ka tronditur opinionin korçar dhe ka marrë një zhvillim të rëndësishëm. Policia e Korçës ka finalizuar me sukses operacionin e koduar varrezat, duke vënë në pranga autorin e dyshuar të një seri rasteve të çmontimit të pllakave funerale në varrezat publike të qytetit. I arrestuari është BM, 48 vjeç, banues në Vloçisht, i njësisë administrative Maliq, i cili rezulton të jetë i angazhuar në fushën e shërbimeve funerale. Sipas hetimeve të deritanishme të policisë, ky shtetas dyshohet se në kohë të ndryshme ka hyrë në mënyrë të paligjshme në varrezat publike të Korçës dhe ka çmontuar pllaka mermeri e graniti nga varrezat, të cilat më pas i ka transportuar në punishte dhe i ka shitur për përfitime personale. Një prej dëshmitarëve okular të rasteve, Halim Hoxha, përgjegjës i varrezave publike, tha se ka vënë re lëvizje dyshimtat autorit dhe ka njoftuar autoritetet duke kontribuar në identifikimin e autorit. Ka ndodhur çmontim varresh komplete, marrja e këtij dhe diku do të jetë vendosur me një fshata në diku që i montojnë ta. Ata që kanë vepruar do të jenë njerëz që marrin vesh në çmontimet e varreve dhe njëkohësisht montimet e varreve. Kemi kapur që ditën e premte na ka ndodhur në darkë, ditë dhe kemi vatur, kemi bërë denoncim, duhet falenderoj dhe policinë që është shëtruar korekte, na kanë ardhur në kohë, si patrullat, si na krimet, e organizuan punën që nga dita e shtunë dhe deri ditën e djeshme sa bën finalizimin kapjen e autorit. Policia bën të ditur se ndaj 48 vjeçarit rëndon akuza për veprën penale të dhunimit të varrezave parashikuar nga neni 118 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. Ngjarja ka shkaktuar indinjat në radhë të qytetarëve të Korçës, të cilët e konsiderojnë këtë akt një fyerje të rëndë ndaj kujtesës dhe dinjitetit të ndjerëve. Hetimet vijojnë për zbardhur nëse i arrestuari ka bashkëpunëtor apo nëse i ka kryer këto veprime të ngjashme edhe në zona të tjera.